Ajo është vetëm 25 vjeçare dhe mori guximin që të bëj një ndryshim në trupin e saj. E kam fjalën për një vajzë e cila quhet Viola dhe në vazhdim do të keni rast të ndiqni në material të përgatitur nga Doktor Plastik, emision produkt i Klinikës Da Vinci dhe televizionit Klan në Shqipëri, dhe të gjitha procedurat se si bëhet abdominoplastika dhe liposucioni. Por detaje më të hollësishme rreth këtij intervenimi e kuptojmë bashkë në vazhdim historinë e radhës. Jam 25 vjeça, jam estetiste prej 7 vitesh, kam salonin tim, jam vetë punësuar, kam mbaruar gjimnazin e përgjithshëm dhe më pas ju futa estetikës 2 vjetë. Vitin 2010, mua më ndodhi aksidenti dhe aty fillova të merja për kot me peshën time. Nga ky aksident vetëm unë pata dëmtime dhe pësova traumë. Kisha një frakturë në këmbë, ndërkohë që prisja të vinte edhe ambulanca. Dhe ambulanca erdhi mbas gjysmore që unë kisha pësuar këtë aksident. Me thonë më shpejt kanë ardhur familjarët e mi se sa ambulanca. Më pas kur shkoj në spital, grafia ime ngatrohet me dikuj tjetër dhe mua më çojnë në shtëpi, thjesht me një qetësues dhe më thonë që ke vetëm një ndrydhje të këmbës. Kam detur një javë me këmbë të thyer në shtëpi, dhimbje pafund, shoqërohesha në banjë, do të thënë nga njerëzit e mi të afërt, dhe aty fraktura ishte përkeqësuar, do me thënë. Më pas, kur kam vajtë mbas një jave në spital dhe kam bërë përsëri grafit, 2 kockat e mia që mbajnë peshën trupare ishin spostuar nga njëra tjetra, dhe një pjesë e kyçit ishte futur në mes të këtyre të dyjave, dhe më thonë që duhet të operohem. Qaja më të madhe, nuk e besoja dot sepse kisha vetëm 10 ditë që kisha del nga një operacion, që kisha hequr bajamet. Gjithsesi, e bëra operacionin, sepse duhet të hyja direkt në operacion. Kam ndetur mos gaboj një javë e gjysmë në spital. Pastaj u ktheva në shtëpi, kisha të përkujdesi nga mami maksimale, babi që nuk më shikonte dot ashtu, sepse babi është pika ime me dobët. E ka në motivuar? Çfarë të pëlqen tek trupi jot? Gjithçka. Që se gjallën prioritet, pra cila do ishte? Varku, kofshët, anësore? Varku, anësore, kofshët. La pancia, i fianchi, le cosce? A mund t'ju shikoj? I shikoj në ekran pacientë. Mjafton që të mbesh pak bukën, dhe do shikoj në pasqyrë.
Ti risuni të qëllim. Greta, Rosa, çfarë shqetëson këtu në këtë pjesë? Posso toccarla? A mund ta prek? Sì. Bene. Ma lei vuole che io la aiuti anche qui o solo qui mi devo Do concentrare? të punojmë vetëm me pjesën e barkut apo do të bëjmë diçka edhe me kofshën? Anche i fianchi e le cosce. Si può girare? Va bene. Familja ime jeton në Gjermani, ne jemi 5 persona, të gjithë do me thënë jemi të ndarë në përbod. Unë për shembull jetoj në Egjipt, mami me babin edhe vllai jeton në Gjermani, kurse motra jeton këtu në Shqipëri, ka biznesin e vet. Prandaj edhe unë erdha për të qenë pranë e të jem suporti asaj më i madh. Normalisht që është një ndërhyrje Operacioni shkoi shumë mirë, ka zgjatur gati 3 orë. Pacientja tashmë është zgjuar dhe është në gjendje shumë të mirë. Është në dhomën këtu ngjitër. Tani duhet të qëndrojë shtruar në spital, besoj për 2 ditët në vazhdim. Më pas, ne do ta ndjekim. Unë do ta telefonoj personalisht çdo ditë. Jam shumë i lumtur. Ka qenë një operacion shumë i suksesshëm. Allora, questo test è un test genetico che va a... Testi ADN-s informon karakteristikat e shumë reaksioneve biokimike që ndodhin në organizmin e njeriut. Duke njohur karakteristikat e motorit ton, përmes studimit të ADN-s, jemi në gjendje të dimë se cili është programi ushqimor i përshtatshëm që organizmi ynë të funksionojë më mirë. Marrja e materialit për testin e ADN-s kryhet nëpërmjet një tamponi pambuku nga qelizat e mukozës bukale të pacientit. Pas marrjes së materialit, mjeku kryen një konsult me pacientin me qëllim informimin mbi përfitimet e kryerjes së këtij testi. Testi interpretohet nga nutricionistja dhe përveç interpretimit vokal të tij, pacientët i dorëzohen edhe rezultatet e testit në formë libri, ku i shpjegohen ndjeshmëria e metabolizmit të pacientit kundrejt 220 lloje të ndryshme ushqimesh në mënyrë që vetë pacienti të monitorojë në çdo moment ushqimet që konsumon me qëllim shmangjen e shtimit të padëshiruar të peshës trupore. Jam surprizuar dhe unë me faktin që Viola ka patur një rekuperim shumë të shpejtë. 2 muaj pas operacionit, ka filluar sërish aktivitetin fizik, është përmirësuar në profil, është përmirësuar në peshën e trupit, në aspektin fizik, por edhe në atë emotiv. Sot është një vajzë më e lumtur. Kjo është një gjë që më rastis të shoh shpesh, sepse këto ndërhyrje kanë një vlerë sociale. Vamos a ser felices los cuatro.
agrandamos el cuarto. Y si